Deri në këto momente, nga momenti kur ka ndodhur plagosja, siç janë informuar policia e Kosovës nga ana e dëshmitarëve dhe familjarëve, e deri në këto momente, si presidente jam angazhuar menjëherë që të marrim përkrahjen e plotë të aleatëve tanë amerikan dhe aleatëve tanë evropian, dhe që të gjithë janë të angazhuar, sepse siç e dini KFOR-i amerikan ka dalë në terren së bashku me policinë e Kosovës. Me qenë se as policia dhe as KFOR-i nuk kanë qenë aty në momentin kur ka ndodhur incidenti, ato, do me thonë, të vetmet informata që i kemi deri tani, janë rezultatet e hetimeve që dalin nga deklaratat e dëshmitarëve dhe të familjarëve të personit të plagosur. Të gjitha masat janë duke u ndërmarrë nga institucionet e Kosovës për të rikonfirmuar edhe çfarë ka ndodhur saktësisht, pra gjendjen shëndetësore të qytetarit të Republikës së Kosovës, lokacionin e sakt ku gjendet për momentin, por nga informatat që i kemi nga dëshmitarët dhe nga familjarët është se ai është plagosur me qëllim që të vritet dhe pastaj është tërhequr duke u kidnapuar. Dhe ky është një sulm jo vetëm provokim, por është një sulm që rrezikon paqen dhe stabilitetin jo vetëm në zonën tonë kufitare, por në të njëjtën kohë rrezikon paqen e stabilitetin në gjithë rajonin tonë. Mirë, po në mënyrë që mos ti ndërprej institucionet tona, përderisa akoma janë duke hetuar saktësisht lokacionin, unë do ta lë që rezultatet e këtyre hetimeve që po bëhen edhe me mbështetjen e aleatëve tanë, përfundimisht të publikohen nga ana e policisë së Kosovës, por natyrisht dyshimi është që këtu ka pasur shkelje edhe të sovranitetit, por po ashtu edhe sulm ndaj një qytetari të Republikës së Kosovës me qëllim që ai të vritet dhe pastaj edhe është kidnapuar. Por po e përsëris, besoj duhet shumë pak kohë policisë së Kosovës që të vazhdojë hetimet së bashku me institucione tjera, përfshi inteligjencën dhe me aleatët tanë, të cilët po na përkrahin në këtë drejtim para se të dalë raporti i plotë. Deri në këto momente mund të konfirmoj gjithçka që është lëshuar si komunikat nga ana e policisë së Republikës. Faleminderit.